Ka pasur një incident në Kuvendin e Kosovës ku është qelluar me vezë zoti Albin Kurti, kryeministri i Kosovës. Për të folur mbi këtë ngjarje kam të ftuar në një lidhje direkte profesorin e njohur zotin Selatin Eretkocer. Profesor, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit për ftesën. Përshëndetje. Profesor, mund të na thoni pak pse është futur Kosova në këtë udhkryq dhe me këto tensione ku duket se nuk po zgjidhet kriza dhe po shkohet edhe drejt zgjedhjeve të parakohshme? Po, të gjitha këtu Albin Kurti i bën me qëllim, ka një skenar të cilin ai zotëri do ta realizojë. Ati i ka mbetur nga të gjitha institucionet ta kap vetëm edhe institucionin e presidentit. Të gjitha tjerat ka arritur, duke nënkuptuar këto të gjitha bordet, pastaj të gjitha ministrit i ka marrë, i ka vetë, këshillin prokurorial e ka marrë, këshillin gjyqësor po ashtu, tani sfundi edhe prokurorin e shtetit e kapi e mbrojt vetin, AKI-n e ka të veten, në një farë mënyre i ka mbetur vetëm edhe presidenca dhe ai po e arrin atë programin famkeq të tij që t'i kap të gjitha institucionet e shtetit dhe kështu të shkoj drejt ndryshimit të kushtetutës edhe ta shpall Republikën e tretë si qaj në ato programet e veta famkeqe i ka të programuara edhe të konstruktuara dhe si duket është në afër, kuptohet, nëse e lejon opozita. Shenjat e para janë pozitive. Ajo e zonjës time Kadriaj ishte një paralajmërim që nuk do të lejohet zoti Kurti të vazhdoj tutje me shkatrimin e shtetit si qaj e ka planifikuar. Domethënë, ajo ishte vetëm një paralajmërim se do të përdoren edhe metoda tjera më të rënda që zoti Kurti të mos shkoj me tutje, por të ndalet deri këtu sepse mjaft shumë, po themi unë frigohem se ato që i ka bërë Kurti do t'jenë shtirë të rehabilitueshme për shumë vite në të ardhmen. Sepse ai me veprimet e tija, të cilat po i bën, me talljet që po ja bën shtetit, po ja bën opozitës, e sidomos lidhjes demokratike të Kosovës, ai po dëshiron që ta prish edhe këtë shtet të pakt që ka mbetur. Ditën kur u mbajt kuvendi me 6 gusht, atë ditë duhej të zgjedhet kryetari, të konstituohet kryetari i kuvendit, të konstituohet kuvendi i Kosovës edhe të zgjedhen nën kryetarët atje, kryetari edhe të vazhdojmë tutje, ndoshta brenda asaj njëjtës ditë është dashur të themelohet edhe qeveria, Kurti 4, si do që të themi, dhe të vazhdojmë tutje. I kemi pas edhe 2 muaj afat për presidentin dhe kemi pas kohë sot të dojmë për të biseduar nëse ka pas interesim për të biseduar. Por, të gjitha këto, zoti Kurti i ka falso. Ai nuk është interesuar ta ketë LDK-n, as PDK-n, as AK-n në koalicion. Sepse me pak kushte që ja kishte paraqitur Aleanca për ardhmërinë e Kosovës dhe që të gjitha ishin në dobin e zotit Kurti, bile edhe nuk ishte kërkuar që t'jetë president zoti Ramush Haradinaj, por votat e Ramushit të jenë blanko, vetëm me pranu gazin amerikan, me pranu atë 100.000 euroshin për bizneset, 800.000 euro për të futur domethënë në TVSH e disa kushte tjera të cilat të gjitha i shkojnë në favorin e lëvizjes vetëvendosje, por ky zotriu nuk e ka qëllimin aty. Ai e arriti që me 7 gusht të mos rreth
seancë të kuvendit, e thirri seancën grupi parlamentar i opozitës, por dyert e kuvendit Kosovës ishin të mbyllura dhe unë në një shkrim timin në portalin Facebook thash që vetëm 2 herë Kosovës i ka ndodhur të mbyllen dyert. Një herë në vitin 1991 nga Slobodan Miloševići dhe tani me 7 gusht të vitit 2026 nga Albin Kurti. Zyra salla e kuvendit të Republikës Kosovës është gjithmonë e hapur. Asnjëherë ajo në historinë e pas luftës nuk ka qenë mbyllur dhe aty kanë të drejtë ta vizitojnë edhe qytetarët, edhe mërgata, edhe kushdo që dëshiron, ka mundësi, kur nuk është duke punuar kuvendi, shkojnë dhe ta vizitojnë atë sallë, derisa ditën kur opozita e ftoi një seancë për të diskutuar për problemin, sepse aty nuk do të ishin numrat, por megjithatë për të diskutuar, për të biseduar drejt për drejt me popullin, për t'i treguar se në çfarë gjendje ka ardhur Republika Kosovës. Tani ne nuk kemi president, sepse zonja Albolena Haxhiu ka dhënë betimin për deputet dhe deputetja nuk mund të ushtrojë. Ajo nuk është më kryetare e Parlamentit Kosovës, sepse domosdoshmë kemi kryetar dhe në këtë mënyrë një deputet nuk mund të jetë njëkohësisht pas betimit presidenti i Republikës as të ushtruar detyrën. Pra në këto kushte s'kemi as president as kryetar kuvendi. Ne nuk kemi zoti Guri. Ne nuk kemi as kryeministër, sepse një kryeministër nuk mund të jetë njëjtën kohë edhe deputet, kështu që nuk kemi kryetar kuvendi, nuk kemi president, nuk kemi kryeministër, domethënë Kosova është thjesht jashtë rendit kushtetues dhe kushtetuta e Republikës Kosovës është shkelur rënd. Jemi në krizë, vërtet në krizë të thellë kushtetuese dhe në këto momente nuk e kemi as ndihmën e ndërkombëtarëve dhe mund të themi se jemi në një autarki dhe Kosovën në kushte të rregullta do të duhej ta merrte shefi i shtabit të FSK-s, në këtë rast zoti Bashkem Jashari, ose të kthehet rezoluta 1244 UNMIK-u, ose në rrethonat më të rënda sigurisht do të duhej ta merrte Fori. Fori në mbikëqyrje, sepse Kosova thjesht është pa institucione. Këtë nuk po e them unë, këtë po thënë krejt juristët më të njohur të Republikës Kosovës dhe këtë e bëri Kurti me vedijet plot. Tani po shkelen edhe ato afatet kushtetuese 48 orëshe, sepse nga e premtja nuk është të buar parlamenti, nuk kemi pas atij raste që e patëm atë hedhjen e vezëve në drejtim të kryeministrit, domethënë kanë kaluar 72 orë dhe nuk kemi thirrje të seancës. Tani shtrohet pyetja se nëse nesër thirret për nesër ose sot një seancë e jashtëzakonshme, e kemi jashtë kushtetues dhe në këtë mënyrë sigurisht jam i bindur që opozita nuk do ta lejoj kuvendin të vazhdoj punimet. Sepse ato punimet do të jenë jashtë kushtetuesës edhe shkelje e rëndë e kushtetuesës Republikës. Kosova sot është pa institucione, Kosova sot është në autarki dhe nuk e dim, kënë e kemi president, nuk e dim, kënë e kemi kryeministër, kënë e kemi kryetar të kuvendit, sepse ato nuk i kemi faktikisht aktive. Çfarë mendoni se mund të ndodhë, pra si zgjidhet kriza, do ketë protesta, mund të ketë një koalicion me LDK-n, kemi ndonjë, po themi, informacion se si mund dilet prej kësaj krize? Jo, unë kam vazhdimisht që s'do të ketë koalicion me LDK-n, sepse ky zotëriu i dën të gjitha për vete,
atje njëjtën kohë duke biseduar me LDK-n, ai I shkruan letër Bedri Hamzës dhe tallet me PDK-n, I ofron pozitën e kryetarit të parlamentit, e në anën tjetër LDK-s ja mohon apo nuk ja pranon pozitën e presidentit, edhe atje arsyetohet se gjëja Lidhja Demokratike e Kosovës ja ka kërkuar 8 ministri, kështu që zotriu është I pa interesuar të konstituoj. Kë është interesuar që tani ta shtyj për një muj në këtë formë me 48 orë, por edhe këtë afat e humbi, sepse tani më ka frikë të madhe që të shkoj edhe një herë në parlament, sepse unë jam I bindur që nëse askush nuk do të reagoj, e kemi Ramush Haradinajn që do të mbroj Republikën. Tani është koha që të gjithë qytetarët jenë rrugë, të gjithë qytetarët protestojnë dhe ta nxjerrin nga qeveria, në çfarë do forme, Albin Kurtin, sepse më nuk ka dyshime se ky njeri është kundër Republikës Kosovës dhe ky njeri nuk guxon më t'i pri pa marrë parasysh që I ka 16% votave të qytetarëve, me 16% votave të krejt elektoratit shqiptar, ky zotri nuk është kryeministër që duhet ta udhëheq Republikën, e sidomos ta ndryshoj kushtetutën e Republikës Kosovës, që është një qëllim djallëzor që nuk do ta pranoj askush nga bota demokratike. Unë shpresoj se në Kuvendin e Republikës Kosovës kemi deputet edhe nga PDK-ja, edhe nga Aleanca për Armërinë e Kosovës, por edhe nga LDK-ja. Një pjesë e intelektualëve atë, përjashtuar atyre të karrieristëve të zonjës Vjosa Osmani edhe të Lumir Abdigjikut, që interesohen vetëm për pozicionet e veta dhe fare nuk ju intereson shteti, ka të tjerë atë që nuk do të lejojnë, edhe nuk do të lejohet në asnjë mënyrë të vazhdoj punimet Kuvendi Republikës Kosovës, sepse tani më është legjitim dhe është shkel kushtetuta në formën më të rëndëmundshme dhe duhet Kosova shkon drejt gjendjes së jashtëzakonshme që duhet ta merr në dorë sigurisht komandanti I forcave të armatosura, që në këtë rast nuk është presidenti, më sepse s'kemi president, por duhet ta marrë në dorë Bashkimi Jashari dhe në këtë formë të vazhdohet të shpallën zgjedhjet edhe të shkohet në zgjedhje dhe gjatë këtij mandati ta udhëheq Bashkimi Jashari Republikën e Kosovës. Profesor, do t'ju pyes dhe lidhur me një përplasje mes Ukrainës dhe Kosovës, ku Zelenski ka deklaruar që ne nuk do e njohim Kosovën, dhe si pasojë e kësaj deklarate në Kosovë është hequr dhe një flamur I madh I Ukrainës, I cili ishte vendosur në një prej godinave në Prishtinë prej disa vitesh. Si e gjykoni këtë përplasje? Po, shqyqo, vetë vizita e Zelenskit në Beograd, unë mendoj që ka propavi politike, mendoj që asnjëherë Ukraina nuk ka qenë pro Kosovës, as Zelenski asnjëherë nuk e kemi parë se ka pas zëre individual të ndonjë gazetari apo të një deputeti atje në parlamentin e Ukrainës për ta njohur Republikën e Kosovës, por megjithatë ata mbeten në qëndrimin e tyre pro-serb që Kosova është pjesë integrale e Republikës Serbisë. Kosova, ne shqiptarët vërtet jemi një popullate jashtëzakonisht e butë, ne edhe armiqt tentojmë t'i bëjmë miq, siç ishte në këtë rast Ukraina, edhe lufta atyre, ne s'kemi pasur nevojë fare të përzimi atje, edhe s'kemi pas nevojë fare ti hapim dyert për njerëz që ikin prej Ukrainës, as Kosova, as Shqipëria, edhe pse Shqipëria është tjetër rang, megjithatë ka, por Kosova ka pas arsye domosdoshmë Shqipëria edhe të pranoj mërgimtar se të ikur, por ne në Kosovë as kemi pas nevojë të vendosim flamuj të Ukrainës, ku shkruat Free Ukraina,
sepse ne e kemi ditur vazhdimisht se Serbia furnizon me armatim Ukrainët, njëjtën kohë furnizon edhe për krah bën shumë Republikën Ruse. Në këtë formë themi se veprimet që i bëre përparim Roma me heqjen e flamurit janë veprimet qelluara dhe unë mendoj që Kosova për momentin nuk ka nevojë fare të merret me Ukrainën, të shiqoj problemet e veta, të merret me problemet e veta të mëdha që i ka, të shiqoj punën me Albin Kurtin që e ka në pozicionet të tradhtisë kombëtare, sepse ajo tjetra që ka të bëj me Ukrainën s'do të na brengos fort. Nuk kemi pritur ne kosovarët që shqiptarët e Kosovës që të na njeh Ukraina si shtet, sepse përcaktimin e zotit Zelenski e kemi njohur shumë më herët dhe si duket ai nuk e ka guximin pa marrë parasysh që mund të ketë presione aty këtu nga deputet në parlament që ta njeh Kosovën. Unë nuk pres që ky shtet, i cili për momentin është në luftë, që shpejt mund ta njeh, jo shpejt, po edhe brenda një decenie nuk besoj që do të vjetë deri te njohja e Republikës Kosovës. Profesor, faleminderit shumë për intervistën. Ishte kënaqësi. Faleminderit edhe ju. Ishte kënaqësi.